VMRO-DPMN nuk mund të pajtohet me faktin se LSDM mbetet partia më e fortë opozitare dhe se është në rrugë për të fituar më shumë komuna se VMRO-DPMN në vitin 2017. Kështu kanë reaguar nga partia opozitare maqedonase LSDM. Sipas tyre, Miskovski është në shok nga rezultati zgjedhor, pavarësisht përpjekjeve të tij për ta mashtruar publikun me njoftime triumfaliste. Fakt është që ata humbën 140.000 vota. Fakt është që nëse nesër do të kishte zgjedhje parlamentare, do të fitonin 7 deputet më pak, dhe se dështuan të gjitha planet për pasokizimin e LSDM-s, për të cilin kishin punuar aq shumë. Prandaj, theksojnë nga LSDM, Miskovski dhe VMRO-DPMN lëshojnë çdo ditë njoftime për të motivuar në mënyrë të rrejme votuesit e tyre, por realiteti sipas tyre është krejt ndryshe. Ata informojnë se partia e Filipçës vazhdon fushatën e saj në 17 komuna, ndaj i ftojnë qytetarët që të dalin masovikisht në votime dhe të mbështesin kandidatët e tyre.